Përket gënjeshtrave që u hodhën në këtë sallë. Qëndrimi ynë ka qenë i qartë. Ju lutem lejoni kolegun të mbaroj fjalën. E Këshillit të mandateve në emër të 5 deputetëve antar të Këshillit mandateve përfaqësues të Partisë Socialiste e kemi bërë qartë qëndrimin ton dhe po ashtu në përfundim të mbledhjes kemi komunikuar se si e sqaron rregulloria e Kuvendit këtë akt procedural të Kuvendit Shqipërisë. Në Këshillin e mandateve ka pasur 2 mendime dhe 2 qëndrime dhe kjo është e qartë në proces verbalin e asaj mbledhje. Dhe në rregulloren e Kuvendit në nenin 118.3 thuhet qartë se në përfundim të shqyrtimit, Këshilli brenda 2 javëve harton një raport. Jemi brenda kohës që na lejon rregulloria. Ky grup parlamentar është një grup parlamentar serioz, i cili nuk i merr vendimet kryetari i grupit apo kryetari i Kuvendit apo kryetari i Komisionit Ligjeve, por në këtë parti merren vendimet kolegjiale në grupin ton parlamentar. Kështu që në këtë këndvështrim në datë 23 shkurt, kam komunikuar publikisht se sapo të depozitohet nga të 5 deputetët rekomandimi nga ana jon, do të respektohet afati 2 javor, bie poshtë pretendimi se po shkelet afati, sepse afati 2 javor është përpara datës së përfundimit të afatit të shqyrtimit që është data 17 mars, e përpasoj sqaroj publikun që sapo të jetë gati brenda këtij afati në seancën më të parë, që natyrshëm është seanca e ditës së njëjtë 12 mars, natyrshëm do të jenë gati 2 raporte. Faleminderit. Zoti Bardhi, ju tërheq vërejtjen sipas rregullores 1 minutë. Për ndalimin e fjalës të kolegut edhe natyrisht për duke përdorur edhe një fjalor jo etik parlamentar. Unë nuk jam tut përsëris ato fjalorin tuaj i cili është i papërshtatshëm për në seancë. Dhe ju lutem mos e përsërisni shkeljen sepse do ndjekim rregulloren. Po patjetër do rëndohet, ju mund të mos ju bëj përshtypje. Mund ju mos ju bëj përshtypje edhe dalja jashtë. Edhe nxjerrja jashtë mund mos ju bëj përshtypje, por unë jam i detyruar të respektoj rregulloren pa emocion. Pa emocion. Nuk ta jap fjalën se fole. Nuk ta jap fjalën sepse sapo fole. Zoti Klevis Balliu, procedurë. E doni fjalën për procedurë? Okej. Zonja Ina Zhupa, fjalën për procedurë. Mere o Klevis. Nuk e merrni më fjalën, niku fjala. S'ka. Nuk mund të tallemi me fjalën. Ja kam thënë zonjën Ina Zhupa, nuk pranua ta përdorni të drejtën tuaj për procedurë. Zonja Ina Zhupa. Edhe zoti kryetar, pikërisht për fjalën e kërkova edhe unë, keni një fobi nga fjala e opozitës. Mos më komplekso kaq shumë zoti Bardhi, të lutem se s'po e përballoj dot. Zoti kryetar, keni fobi nga fjala e opozitës, e keni tmerr, keni numëruar ato minuta tona të sesionit kaluar dhe ju ka hequr vrejtje kryeministri, se ju tha ju duhet jeni vetëm kartona, dhe basi kishit një vendim të gjykatës kushtetuese që ju tregonte që ky kuvend ka shkelur të drejtat kushtetuese të deputetëve të opozitës për të shprehur, për të diskutuar, për të marrë kohën e nevojshme për ndryshimet në rregullore, ju vazhdoni në mënyrë të njëanshme të propozoni ndryshime në rregullore, siç nuk ka ndodhur ndonjëherë më përpara jush që ndryshimet në rregullore të jenë të njëanshme
Dhe kush është thelbi i ndryshimeve? Thelbi i ndryshimeve është të godasësh pikërisht atë që ju tërhoqi mendje gjykata kushtetuese. Pikërisht atë që ju rrëzoi gjykata kushtetuese. Lirinë e shprehjes deputetit, hapësirës deputetit për të thënë të vërtetën, për të thënë hallet e qytetarëve, për të denoncuar korrupsionin qeveritar, për të kërkuar llogari juve. Keni diçka procedurë? Po, procedura këtu është që ju propozoni me vendimarrje të grupit tuaj të Partisë Socialiste që koha e deputetëve të përgjysmohet. Nuk është diskutim procedurë, është për procedurë. Nuk është për procedurën është vetëm e për ditës sotme. Jo, nuk është për procedurën. Do ktheheni te procedura? Po, do kthehem te procedura, se te procedura jam, dhe procedura është të tërhiqini ato ndryshime. Nuk i kemi sot në rendin e ditës, nuk kam asgjë që lidhet me rregullore. Që t'i fusni rendin e ditës, siç ju do qefi. Atëherë, faleminderit, zoti Tritan Shehu. Për procedurë. Se s'është për procedurë, zoti Palliri. Ishte për procedurë, po. Në përgjigje të zotit Bardhi. Unë kam për të ngritur një problem që e kam ngritur edhe në kaluar, edhe në komision e jashtëm, dhe shoh një indiferentizëm të plot, absolutisht nga kjo majorancë, kur duhet të vinte në procedurën e parlamentit, në rendin e ditës parlamentit, një element te sensibël për shqiptarët për atë që po ndodh. Janë 3.000 shqiptarë, mbi 3.000 të bllokuar në zonën e luftës, në lindjen e mesme. Dhe këtu nuk vjen as ministri i jashtëm, as një përfaqësues i qeverisë të raportojnë parlamentin shqiptar ç'po bëhet. Ku nuk është ngritur akoma as uniteti krizës, ku nuk po hipen asnjë shpresë për ata njerëz që janë bllokuar atje, ashtu si po ndodh me vende tjera europiane, ku çdo ditë raportohet disa herë në parlament, në komisionet përkatëse, nga drejtuesit e ministrisë jashtme, të ministrisë brendshme dhe nga institucionet përkatëse. Shqipëria ka ishte të plot. Ka realisht një situatë diskriminuese ndaj shqiptarëve, një braktisje të shqiptarëve në ato vende të vështira, në ato mënyrat, në ato jetë vështirë po bëjnë dhe në ato probleme të mëdha që po ndodhen atje. Ashtu si akoma ky parlament nuk ka dalë me një deklaratë të tij të qartë, zyrtare, që është në krah të Shtetet Bashkuara të Amerikës në këto përpjekje për të prevenuar terrorizmin iranian, armatosin me armë bërthamore të Iranit dhe sulmet që po bëhen ndaj vende të tjera të rajonit. Kjo është detyrë e parlamentit dalë zyrtarisht për të gjë, siç kanë dalë parlamentet e tjera. Nuk mund të heshtim, nuk mund të rrim pa thënë qartësisht gjëra duke vënë pikën mbi i në pozicionin e parlamentit shqiptar në këto momente që po kalon lindja mesme, në këto momente të përfshirjes Shtetet Bashkuara të Amerikës për të luajtur paqen, stabilitetin dhe luftuar terrorizmin, jo vetëm në atë zonë, por shumë gjërë. Pra këto dy elementë që ne duhet dalim. E para, duhet raportuar tu qartësisht ç'po bëhet për 3.000 shqiptarët. Çfarë masa janë marrë? Çfarë probleme evakuimi, çfarë po merr evakuimin e tyre? Pse të shkryuar uniteti krizës si një organizëm ndërnacional në Shqipëri? Pse nuk raportohet për ditë për të gjë? Po fshihen deklarata zyrtare të ministrisë jashtme mbas atyre elemente që po bëjnë qeveritë atyshme për refugjatët të shtiqen atje apo për tuaj që atje. Ajo është tjetër gjë. Nëse japin mëngjesin falas ato qeveri apo i vend të akomodohen diku. Rësikat ç'po bën qeveria shqiptare dhe s'po bën asgjë. Në mënyrë absolute ka braktisur shqiptarët, ka braktisur qytetarët shqiptar në vështirësitë e mëdha që ata janë. Prandaj urgjentisht shkërkoj këtu të ndaloj parlamenti, të raportohet për të element, të diskutohet. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Erald Kapri, procedurë. Faleminderit. Zoti kryetar, sapo ka ndodhur një ngjarje e rëndë e cila cënon rënd parlamentarizmin në Shqipëri. Dhe ju siguroj që zoti Manja nuk ishte në bibliotekën e Kuvendit, po ishte duke bërë rolin e prokurorit politik. Dhe përjashtoi kolegun tim Sheja për 20 ditë nga parlamenti, sepse tregoi për dhunën ndaj banorëve të Rjollit. Sigurisht mund të vazhdoni të qeshni sërish. Tani zoti kryetar, ju nuk ndodheshit në sallë atë moment, po jam i bindur që keni parë videot. Gjeni një moment kur është cënuar parlamentarizmi, kur është përdorur fjalë fyerje. Po përkundrazi, pas javës së gjelbër na lini vetëm 2 minuta për të folur, dhe ndonse i kërkova nën kryetares të japi 2 minutat e mia, sërish nuk ja dha. Edhe në to kushte sigurisht ai do kërkonte respektin e fjalës. Gjeni një moment që fyu, gjeni një moment që shkeli rregulloren. Por sërish përdorni lloj-lloj komisionesh etike në parlament për të bërë prokurori politike. Ku e keni parë ju të përjashtoni kryetarin e një partie që ka marrë 50.000 vota? Mungojnë 50.000 vota sot tu në votbesimin e qeverisë. A është më tepër
që e keni bërë edhe më përpara, e keni përjashtuar nga kuvendi, pikërisht e ka kërkuar dorëheqjen Belinda Ballukut tu përballë. Dhe përjashtoni sërish nga kuvendi sepse tregon dhunën e policisë së shtetit dhe një policie private ndaj banorëve të rrjollit. A është ky parlamentarizëm, zoti kryetar? Si mund përjashtohen deputetët kështu? Ndërkaq, u kemi kërkuar që të bëhet edhe një seancë dëgjimore me banorët e rrjollit, sërish keni refuzuar. U kemi kërkuar që të bëhet edhe një seancë dëgjimore me banorët e rrjollit, sërish keni refuzuar. Kuptohet arsyeja pse, gjithsesi ne do bëjmë një protestë në orën 6 para parlamentit me të gjithë njerëzit që kanë probleme me pronat në këto 35 vite, sepse është një çështje kombëtare. Dhe ndaj kjo që ndodhi sot me përjashtimin e shehajt është një sulm i rënd ndaj parlamentarizmit që ne do e çojmë shumë larg këtë problem. Faleminderit. Faleminderit. Ju rikujtoj edhe një herë që kemi një agent të ngarkuar sot dhe nuk mund të përdorim të hapësirën e procedurës pa folur procedurë, por për gjithçka tjetër. Po, dakord, po kam listën këtu, zoti Gjekmarkaj. Zoti Koreshi, keni diçka për procedurën? Jo. Zoti Klliçi për procedurë? Apo të japim fjalën zotit Berisha për procedurë? Ta mbaroj unë. Shiko, Niko, duke qenë se rikthehen pas 3 muajsh, mendova se kishe reflektuar edhe i kishe marrë parasysh edhe gjitha shqetësimet edhe të partnerve, edhe takimet që ke bërë, se je nga të paktët politikan që je pritur të majorancës edhe në Amerikë, po me sa duket largimi i ministres jashtme, si pjesë e klubit të anglishfolësve në PS, të ka detyruar të radikalizohesh nga një merak i brendshëm që mund të kesh. Është absurde, ma lër për procedurë se po tenton të më heqësh fjalën nga 3 muaj që jam parlament. Kam 3 muaj që jam parlament. E nise me zotin Balliu, e nise po për procedurë kisha, e nise me zotin Balliu, 3 muaj edhe ai përjashtuar i hoqet fjalën. E tentove me zonjën Zhupa, e vazhdove me kreun e grupit parlamentar të PD-s. Nuk e kuptoj këtë qasje tënden. Është absurde. Kjo shkon paralel edhe me nismën e Partisë Socialiste për të ndryshuar sërish në mënyrë të njëanshme rregullore dhe për të përgjysmuar minutat e deputetëve nga 10 në 5. E përmendi pak edhe zonja Zhupa parafolsja. Marrim vesh, tash po shoh dhe ulësi, unë marr vesh unë që nga ndar mirë se Agron Sheha që ka përjashtu për asgjë, 20 ditë. Ndërkohë vijoni me këtë lloj procedure dhe vijoni me këtë lloj vendimarrje. Niko, shkëputu nga qasja që ka marrë ky kuvend për të bërë mburoj, ta them sinqerisht, për të bërë mburoj e korrupsionit. Unë jam përjashtuar me vendimarrjen tuaj dhe të Komisionit Etikës drejtuar nga Ulsi Manja, sepse kam kërkuar pikërisht të zbatohet kërkesa e prokurorisë posaçme për masën e sigurisë për zëvendës kryeministren dhe të vinte në renditën seancë dite se është çështje prioritare. Këtë e kërkon Brukseli, këtë e kërkojnë shqiptarët, këtë e kërkon integrimi evropian i vendit. Por është absurde që pas 3 muajsh të vim parlament dhe situata të jetë më agravuar. Është absurde që ti privosh deputet të opozitës nga e drejta edhe për replik, edhe për fjalë dhe të ndërhyshën fjalë madje. Pak më parë i përfunduat minutazhin zonjës Zhupa para se të mbaronin edhe ato sekonda, pak sekonda që kishte. Kështu që sinqerisht, zoti Peleshi, ne kemi 3 muaj që unë nuk jam personalist, bashku me 5 kolegë tjerë rikthehemi në seancë. Është e turpshme kjo mënyrë drejtimi e seancës. Kur nuk keni asnjë fyerje, asnjë etiketim as nga deputetët e opozitës dhe për më tepër çohet kreu i grupit parlamentar të PS-s, fyen kryetarin e grupit parlamentar të PD-s, fyen deputetët e opozitës, i flet edhe në emër të besimit dhe ndërkohë i tërhiqet vëmendja kreut të grupit parlamentar të PD-s. Kjo është e paimagjinueshme, sinqerisht. Ndaj, unë do të kërkoja të futemi në normalitet në këtë seancë, lini edhe provokimet, lini edhe këto tentativa për ndezur konflikt brenda opozitës. Ju garantoj që është mirë për ju të qëndroni në lartësinë e detyrës tuaj. Faleminderit. Tani nuk e kuptoj se mbase kishe të përgatitur fjalimin, po të ankohesh sot për muajim të fjalës opozitës, ndërkohë që nga majoranca ka folur vetëm kryetari i grupit, dhe deri tani ora shkoi e 32, kemi gjysmore, po flet opozita në drejtën e vet, natyrisht. E vetmja, të lutem, unë të dëgjova zoti Klliçi me shumë respekt. E vetmja gjë që edhe ju po të ishit në këtë pozicion do ta bënit është unë duhet ta mbaj këtë
seancë në rendin e ditës, kaq. Dhe fjala procedurë duhet merret dhe të mbahet për procedurë. Zonja Elisa Spiropali ka kërkuar fjalën. Fjalën për replik. Unë nuk flas vetëm anglisht, flas edhe gjuhë tjetër të huaj, po më mirë se shqipe nuk flas asnjë gjuhë. Edhe flas shqip, flas troç,